Një detaj pa zbuluar, si Iglitare ndihmoi familjen e Shpat Kasapit për kthimin e trupit të këngëtarit në Tetov. Familja e këngëtarit të ndjer Shpat Kasapi ka njoftuar se ka qenë Iglitare, drejtuesi sportiv i Milanit, personi kyç që bëri të mundur kthimin brenda pak ditëve të trupit të Shpat Kasapit në Maqedoninë e Veriut. Tare ka ndërhyrë personalisht për të përshpejtuar procedurat e ndërlikuara që lidhen me raste të tilla në Itali. Shpati ndroi jetë në Bergamo naton kur kishte mbërritur në Itali, ndërsa më pas trupi i tij u transferua në një spital të Milanos për analiza, autopsi dhe procedura të tjera ligjore, të cilat zakonisht marrin shumë kohë. Në rrethana normale, kthimi i trupit do të zgjaste më gjatë, por falë ndërhyrjes së Iglitares, procesi u përmbyll brenda vetëm 4 ditëve, duke mundësuar që i ndjerit prej në Tetov të dielën e 30 nëntorit. Këto janë ditë dhimbje të madhe për familjen tonë. Falenderojmë të gjithë ata që kanë qenë pranesh në këtë humbje të rëndë. Dua të shpreh falënderim publik për Iglitaren, bashkëkombasin tonë që bëri të pamundur dhe ishte faktor kyç që trupi i Shpatit u kthye në kohë rekord në vendin tonë. Na është gjendur jashtëzakonisht shumë dhe vlerësojmë pamas për këtë mbështetje, ka thënë vllai i Shpatit, Albin Kasapi, për mediat. Kujtojmë se Shpat Kasapi ndroi jetë në 25 nëntor pas një arresti kardiak në Bergamo të Italisë.